Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga i fali dhe ndihmë kërkojmë. E lutem Allahun dhe leson që na ka bërë të mundshme të takohemi në këtë sifir, në konak të arsimtarit muslim, Allah i shpërbleft, me disa arsimtar tjerë, arsimtari femi, arsimtari Mehdi, dhe këtu e kemi Agan Zek, Bani Marketin, Allah i shpërbleft që ka gjetë kohë dhe ka orë këtë sifir, por duke pas parasysh që na ka ngel pak kohë deri sa të thirë ezani i sabahut, inshallah. Do është disa fjalë t'i them fillimisht ta mësoj vetën, pastaj juve me një punë që realisht ajo na mban edhe në këtë botë, por edhe në botën tjetër, veprat e mira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast thot, edhe nëse është puna vepra e vogël, bëne. Sa do që është e vogël, nuk ban me nguru, me mendu se vetëm se veprat mëdhaja duhet me ban, e ata të voglat me janë shkalu. Qofshin të vogla apo të mëdhaja, nëse janë veprat mira, duhet garojmë ndër me të vete. Sepse Zoti në Kur'an thot, khitamuhu misk, përfundimi është erë e mirë, është parfem, wa fi dhalike falyatanafasil mutanafisun. Edhe në vepra të mira le të garojnë garuesit. Tash kjo bote e re e teknologjisë që të gjithë nga pak jemi brenda asaj, ndoshta ndonjëherë na merr kohë dhe habitemi pas disa, realisht edhe ajo teknika, teknologjia është vepër në vete dhe ta merr nga pak kohë, e pse nga ana tjetër mos me shfrytëzu rastin kur kemi mundësi me bën vepra të mira, sado që janë të vogla. O një hadith që ndoshta ta përmendis për sonte, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të vdesi biri i Ademit alayhi salam, të gjitha punët i ndërpriten përpos se 3 punë. Do me thonë tash njeriu, muslimani, veprat që i bën këtë botë janë disa nga veprat që edhe pasi të vdes se vapi i shkon. Vepra e parë që mundemi ta bëjmë dhe realisht e bëjmë ne në këtë botë, se jemi gjallë, është lëmosha. Mirë po në këtë rast përmendet lëmosha rjedhse. Çka i vjen lëmosha rjedhse me kontribu me diçka që edhe pas vdekjes tonë njerëzit do ta shfrytëzojnë. Çka mundemi me kontribu ne? Për shembull ndërtimin e xhamive, ndërtimin e shkollave, mirëmbajtjen e shkollave, ndërtimin e urave, rrugëve. Domethënë gjithçka që është në të mirën e njerëzve. Edhe pasi që të vdesim ne, atë që do të shfrytëzojnë njerëzit, ne do të marrim sevape. Unë mendoj që në këtë aspekt, jo që e kemi neglizhuar ne, mirë po tash njerëzit realisht kanë dallim në aspektin ekonomik dhe financiar, dikush ndihmon më shumë, dikush ndihmon më pak. Po tash më kujtu një rast, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lavdronte ata që kanë të holla shumë dhe që japin lëmosë dhe ndihmojnë shumë, e njëri ati ishtë në kushtu, tha, ja Rasulullah, unë, tha, ti a din me thonë, për shembull, la ilahe illallah, wahdahu la sharika lahu, lahul mulku, wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir, ose a din mi bustjesh dikujt, kur e takon një musliman, një vëlla, një shok, a i bustjesh ati, po edhe ajo në sadaka, edhe ajo lëmosh. Dhe me thonë tash, secili prej nesh, sipas mundësive që i ka edhe ndihmon. Mirë po, shokët e pejgamberit në këtë aspekt kanë garuar ndër me të vete, saqë Ebu Bekri një ditë prej ditëve shkon dhe i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam 50% pasurisë time unë e lëm për muslimanët. Dhe për atë që ka nevojë. Omeri radiallahu anhu kur e ndëgjon këtë, thot një ditë prej ditëve kam shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kam i thonë edhe unë 50% pasurisë time kam e lënë fi sebilillah për hir të Zotit. Shkon e pranon me Islam i thot urdhno, thot e kam vendos gjysmën e pasurisë me dhon për hir të Zotit. Do me thonë gara ban tash me Ebu Bekrin ku shkon me dhon më shumë. Mirë po e merr vesh se Ebu Bekri i kishte lënë tër pasurinë. Do me thonë tash une e kam vendos gjysmën, ama e ka lënë krejt atë që e ka posedu. I ka thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si be e le këtë pasurinë, e ka thonë, e kam Allahun dhe pejgamberin sallallahu me vete. Çështja e ditë,
që ta lidhi pak me arsimin, është diturin që e len njeriu. Në këtë ditë, tash ne edhe unë edhe hoq, po edhe në arsim, tash për shembull, ne kur i mësojmë ata nxënësit në shkollë, ja u përmendim, asim tërë më e dini gjuhë shqipe, Naim Frashërin. Ne, hoxha Allah, në për xhamia, ja u përmendim xhamatit Ebu Hanifën, Nu'man ibn Thabit e ka pas emrin. Pse sa ata kanë kontribu, edhe kanë lënë dituri, që tash as Ebu Hanifja, as Naimi, as Ebu Bekri, as Omeri, kritë që ka kanë bos, janë, kanë vdek. Mirë, po ne i përmendim. Pse i përmendim? Po shkak të mirave edhe veprave të mira që i kanë lënë. Dhe unë mendoj që tash diturit që ta lëmë ne, edhe në arsim, duke ja usqaru njerëzve, fejen e kambin e traditat, por edhe atë që do ta shkruajmë nëpërmjet librave, me siguri se njerëzit pas vdekjes tonë do ta lexojnë dhe do ta shfrytëzojnë dhe ne do t'i marrim sevapet tona. Dhe e treta, thot pejgamberi, një fëmijë që e lën, edhe ai e lut Allahun për prindin e vet. Ama ku puna, duhet të garojmë ne që ata fëmijë që Allahu na ka dhënë, t'i edukojmë. Do më thonë, sa jemi duke garu, sa jemi duke punu, që fëmijët e tonë t'i edukojmë. Në çfarë aspekti duhet mi eduku fëmijët e tonë? Në dy aspekte. Në aspektin e nxënjes së diturisë, edhe në aspektin moral. Një njeri që i ka të dijat, edhe diturinë, edhe moralin, ati nuk ka nevojë pastaj me i shku mbrapa se mos me e gabon. Nuk, si cili njeri ka mundësi me gabu, mirë po, gabimi mundet me qenë më i vogël, e ai tjetri që vetëm se ka dituri, mirë po në aspektin moral është i dobët, ai ka me gabu. Mirë po edhe ai që është shumë i moralshëm, mirë po nuk ka garu me ndonjë se kush po ja shkon dituri, se dhe edhe nxënja e diturisë e vetmja punë ku është e lejuar xhelozia është në dituri edhe në dhënien e pasurisë. Do të thonë duhet ne me bën gara ndërmjet vete, në vepra të mira sikur që është dituria, se kush po e merr notën më të mirë. Edhe duhet bëjmë gara ndërmjet vete se kush ka më dhënë më shumë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Unë nuk kam diçka tjetër të shtoj në këtë aspekt, por se e lutem Allahun në lesionë që sado që na ka dhënë jetë gjatë, sado që tjetoj, vetëm Zoti e di, po i tham vetës dhe juve si shok, si koleg, që mos ngurojmë, bëjmë veprat mira. Sepse me veprat e mira do ta fitojmë edhe këtë botë, edhe botën tjetër, inshallah. Azza muslim, Zoti shpëlbeft për sifirin, edhe juve Zoti shpëlbeft që na keni dhënë këtë sulm. Selam aleikum rahmetullahi wa barakatuh. Me zemër e shpirt, falu, 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 namazi është dritë. Falu, 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 me zemër e shpirt. Falu, 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 namazi është dritë.